Ballkan, në Mesdhe, po dhe në Evropë. Duhet me shumë zgjuarsi këtu. Po ku mund të merret furnizimi fillimisht? Lutem, është momenti i diplomacisë ekonomike. Tani këta ambasadorët tanë, ç'a bëjnë ata? Duhet shfrytëzojnë momentin i thonë gjithë partnerëve që Shqipëria është një rrugë e mirë tregtare për të kaluar mallrat edhe shërbimet edhe njerëzit edhe investimet në gjithë krahat e Evropës. Pra diversifikimi i zinxhirit furnizimit është shumë e rëndësishme që të kemi furnitorë të rinj, klientë të rinj. Ta bëjmë Shqipërinë pikë kryqëzimit të produkteve dhe shërbimeve. Dhe jo ashtu siç ndodh me ato rrugët që shkatrohen pa u ndërtuar mirë. Kemi shans për të bërë inovacion. Inovacion në sektorët për të cilët kërkojnë produkte dhe shërbime nga lufta. Lufta kërkon produkte dhe shërbime. Ç'a mund të ofrojmë ne për ato shtete që duhet i mbështesim? Izraeli s'ka bukë, se nuk prodhon grur. Ne kemi 300.000 hektar tokë që nuk e mbjellim. E kuptoni domethënë se ç'a duhet parë sektori i bujqësisë, sektori i prodhimit, të gjithë sektorët më vete dhe kam përshtypjen zoti Ceko që gjëra të tilla pra duhen vënë për vije, jo në momentin kur lufta ndodh. Duhet unë tavolinë sa më shpejt Këshilli i Sigurisë Kombëtare trajtoj çështjet si Shqipëria mund të përfitojë nga situatat e natyre, Covidi, katastrofat natyrore, konfliktet ndërkombëtare. Po, qartë. Se ç'a jemi ne, budallë jemi ne të mos përfitojnë. Po duhet ulim tavolinë, e të mbështesim partnerët me gjitha mundësitë që kemi. Duhet shikojmë me kujdes tendencat tregtare në kohë lufte. Tendencat tregtare në kohë lufte janë ndryshe nga tendencat tregtare në kohë të zakonshme. Se lëvizin partnerët ndërkombëtar. Kështu që këto janë